Ato manifestojmë, jo personin fizik. Si mund ta dalloj manifestimin nga vetë sugjerimi dhe motivimi personal? Besoj se vetë sugjerimin do të thuash edhe vetë suggestim, do më thënë që ta suggestojmë vetën, ti themi vetës që kjo gjë po bëhet realitet. Shpesh kjo gjë përplaset me ne, në kuptimin që do vi një moment kur ajo që ti mendon edhe është falso, ti mendon për shembull ti thua vetes që s'ka gjë se jam mirë, gjithsesi, çfarë do lloj gjëje të ndodhi, unë jam mirë, edhe pse situata për rreth e përqark teje ka nevojë që të ndryshohet, ka nevojë që ti të bësh një hap për ta ndryshuar, dhe ti vazhdon të thuash vetes unë jam mirë, që ky është vetë sugjestim, ti i thua vetes që diçka që nuk është e vërtet, do vi një moment që ti do përplasesh me atë mur. Do të duket në realitet, do ta përplasësh kokën në një problem që do të thotë që shiko se ajo që je duke menduar nuk është realitet. Ndërsa manifestimi është të dish sakt se çfarë ti do të arrish, se ku do të arrish, dhe të jesh shumë i ndërgjegjshëm se si është situata e tanishme. Sugjestimi zakonisht është të mos jesh i ndërgjegjshëm për situatën e sotme, ndërsa manifestimi fillon nga ndërgjegjësimi për situatën e sotme. Cilat janë gabimet më të zakonshme që ne bëjmë kur manifestojmë? Të mos jesh i imt në kërkesën tënde. Le të themi për shembull që ti kërkon një shtëpi të madhe, mund të vijë një shtëpi e madhe në mes të pyllit që nuk të hyn në punë për asnjë gjë, sepse në këtë moment ti nuk je në gjendje as ta ristrukturosh, as të shkosh të jetosh atje, edhe nuk e kërkuar atë, po ti ke kërkuar një shtëpi të madhe, dhe universi di që po të jep një shtëpi të madhe, ndërsa ti duhet të jesh sa më i imtësishëm në atë që kërkon. Ti duhet të dish edhe se ku po e kërkon atë shtëpi, apo se çfarë ndjenje do të japi ajo shtëpi, se sa shpesh do kthehesh në atë shtëpi, për shembull të kthehem çdo natë në këtë shtëpi të madhe që unë imagjinoj. Këto gjërat më të imta, sa më i imt të jesh, sa më i qartë të jesh, sa më i sakt të jesh në atë që kërkon, aq më shumë di universi se çfarë të dërgoj. Këtu gabojmë më shumë. A ka rëndësi momenti, koha gjatë ditës, vendi ku ne manifestojmë? Po edhe jo, nuk është në çdo moment që ti ke një kohë të lirë për të bërë pak meditime dhe për të ëndërruar, le të themi, për të imagjinuar atë që do të arrish, është e mirë. Po që se ti ja dedikon vetes këtë. Po që se do flasim për një moment më të mirë edhe për meditimin që me meditimin fillohet pastaj manifestimi, edhe për meditimin edhe për manifestimin, momentet më të qarta të mendjes tonë janë lindja e diellit edhe perëndimi i diellit. Sepse energjia në ato momente lejon që të ketë më shumë energji eterike, më shumë energji të akashës në tokë, që futet në tokë, dhe që të jep mundësinë për të manifestuar. Në akash, që është çakra e 5, që është çakra e fjalës, elementi akashës, elementi eterit është çakra e 5. Të gjithë elementët janë të lirë. Është sikur ti të kesh aty legët, ato kubat që luaje kur ishe fëmijë, dhe i ke të gjithë të lirë. Dhe ti je në gjendje, domethënë, që ti vësh në përvendet që ti do për të krijuar atë që do. Ai elementi i fjalës, elementi i çakrës së 5, është më i fortë në lindjen e diellit, në momentin e lindjes së diellit dhe në momentin e perëndimit të diellit. Këto janë si momente më të fortët. Kjo nuk do të thotë që në mes ditë, po që se ke kohën, nuk mund të meditosh edhe të mendosh edhe të imagjinosh atë gjë që do të manifestosh. Në çdo moment është e vlefshme. Vendet, se më pyet edhe për vendet me eter më të lartë, me akash më të lartë, janë ato vende që ne quajmë vende të mira. Zakonisht e kemi thënë dhe herë tjetër, ku është ndërtuar një xhami e vjetër, ku ka qenë një tempull i vjetër, ku është një kishë e vjetër, sepse janë ndërtuar me një kriter në vende ku ka më shumë energji akashike, ka më shumë energji eterike. Pikërisht për të
edhe për të purifikuar, për të pastruar nga energjitë negative, edhe për të dhënë mundësinë që të arrish me lutjen apo me meditimin në manifestim. Sa kohë duhet sipas jush që një person që mediton të shikojë ndryshime tek ajo që bën? Që mediton apo që do të manifestoj diçka? Që manifeston. Okej. Që mediton, me që është pjesë e pyetjes, që mediton, ndryshimin mund ta gjesh edhe nesër në mëngjes. Domethënë në momentin që ti fillon që të krijosh një boshllëk brenda vetes, fillon të ndjehesh më i qetë, edhe më i qartë mendërisht. Që fillon të japi një qëllim vetes, një qëllim për ta manifestuar, zakonisht mund të kalojnë nga le të themi një muaj, minimumi një muaj për të arritur një diçka edhe fare të vogël, në edhe 2 apo 3 vjet nga momenti që ti ke filluar të mendosh se si të arrish në atë qëllim, sepse duhet edhe dal nga dal të bësh një hap. Le të themi, do të ndryshosh vendin e punës, sepse aty ku je nuk ndjehesh mirë. Ajo që të jep vendi i punës së re, apo ajo që ti do për vendin e punës së re, është një emocion qetësie, të paktën me kolegët, le të themi, një diçka të thjeshtë. Për të arritur në atë, duhet që të fillosh gjithsesi të kërkosh diçka, por nuk lëvize, asnjëri s'do vi të ta ofrojë. Kështu që ajo kohë që duhet edhe për të bërë disa hapa, që të paktën të jesh e hapur në një rrugë të re. Po që se ti do rrish vetëm në të njëjtin vend, edhe nuk do fillosh të kërkosh diçka apo të bësh një hap drejt situatës së re që do të arrish, nuk e për ta arritur ndonjëherë. Ose do vi, sepse ti je duke u lodhur shumë për ta manifestuar, po do vi pas shumë kohësh, kur ti bjeri rasti. Dikujt që do vi të thotë shiko se kam një vend pune për ty. A mendoni që ndryshimi më i madh ndodh tek vetja, tek ne? Pra duhet ndryshojmë një herë veten dhe më pas shikojmë frytet që mund na jap manifestimi që ne bëjmë? Është një shprehje që e përdorin shumë në Amerikë, besoj, këta mjeshtrit e manifestimit, që unë dhe jam dhe nuk jam shumë dakord. Është fake it until you make it, do të thotë që bëj sikur ti ke arritur diçka për derisa t'ja arrish ta bësh atë gjë. Shpesh e thonë për manifestimin e bollëkut apo të lekut, të paras. Gjë që keq kuptohet shpesh. Ajo që unë mendoj se është gjëja më e mirë është që po, ti duhet të ndryshosh brenda vetes, sepse në këtë gjendje që je, me këtë vibrim që je, ke këtë manifestim që ke këtë realitet anëse për çfarë teje. Kështu që diçka, një qëllim që ti duhet ja vendosësh vetes dhe një ndryshim të vogël për të arritur atë qëllim duhet ta bësh. Si çdo gjë që ne realizojmë në përditshmërinë tonë, ne duhet të ndryshojmë diçka për të arritur në atë manifestim. Po kjo nuk do të thotë që duhet të bësh sikur ke arritur. Kjo do të thotë që duhet të bësh një hap drejt atij personi që ti do të jesh. Nëse do të jepni vetëm një ushtrim vetëm sa i takon manifestimit, cili do të ishte? Vetëm një. Disa. Një që më pëlqen shumë është që të kesh një vazo me dëshirat e tua. Në çdo moment që ti mendon, do të thonë që ke një dëshirë, që është duke të lindur një dëshirë, që mund ta fillosh, mua më pëlqen më shumë dita e lindjes, datlindja, se sa fillimi i vitit 1 janari. Mund ta bësh edhe në 1 janar, por mund ta bësh në atë që është fillimi i vitit tënd, që është dita jote e lindjes. Në ditën tënde të lindjes, të marrësh një vazo edhe çdo ditë për të paktën 21 ditë, sepse më shumë se 21 dëshira bëhen jashtëzakonisht shumë për një vit, por të paktën për 21 ditët e para pas lindjes, të shkruash një dëshirë në një letër, vetëm një dëshirë, ta shpjegosh sa më shumë atë dëshirë që do të realizosh dhe ta fusësh në atë vazon e vënë gjëkundi në shtëpi. Mos e lexosh më. Ajo do filloj të punoj brenda teje, sepse duke bërë që ta shkruash, në ato momente ti të bëhesh i ndërgjegjshëm dhe i vë një qëllim vetes tënde. Në momentin që ti e shkruan, ajo bëhet të paktën e shkruar e zezë në të bardhë, të paktën një realitet fare i vogël. E shkruar e zezë në të bardhë.
Në momentin pas një viti, kur vjen ditëlindja tjetër, të hapësh atë vazon që ke futur 21 dëshirat, edhe të shohësh se çfarë është realizuar dhe pse ti ndoshta brenda atij viti do ta kesh harruar fare, të shton akoma më shumë atë besimin në veten tënde, sepse të paktën 7 nga ato 21 dëshira do janë realizuar. Zonja Vogli, shumë faleminderit që ishit me ne dhe faleminderit shumë për të gjitha mesazhet që dha. Faleminderit juve.